për zënin që i ka bërë avokatit. Meta. Cilit? Gjokutaj? Pa tjetër. Po që ndodhi vërtet me atë? Unë nuk e di, Gjokutaj ta thot. Sa ere ka ofenduar Meta nga qelia, se urdhërimet janë dëgjuar deri jashtë. Telefoni, bërtiste? Jo, aty ku shkonte takim. Ku shkonte? Po pse? Po ata e din. Ju dini gjë? Po një nga urdhërimet ka qenë shkruaj çfarë them unë dhe jo çfarë thua ti. Po. Edhe pastaj me etiketime. Pra këta janë hall. Këta kanë menduar që siç ka qenë do jetë. Nuk e ka menduar përballjen, po kjo përballje sot nuk erdhi pa thënë vërtetën një moment që ata ishin shumë fort, dhe ata edhe na qesëndisën, edhe na tallën, edhe na luftuan. Dhe është turpi i këtyre që janë pushtet, që për t'i treguar atij që ne ky është vetëm për bën vetëm të punë, ja ku e kemi lënë dhe po e ngacmojnë të personin. Edhe vi njerëz nga Içi na parakalojnë para syve. Po kush dhe paguaj nesër kur ti pa dis unë për vrasit të meritokracisë time dhe nga xhepi të paguajnë? Se edhe unë ditë godas në kohën e dur. Do zgërdhiet ministria, administratori, kryeministri, kur ti them gjithë jetën time do ta faturoj ty, edhe t'ja gjetë burimin e parave nga të paguën, do zgërdhiet oligarku kur ti zerohet pasuria komplet, se unë për të aspiroj tani. Që? Që gjithë ta që duke shfrytzuar politikën, duke kriminalizuar në maksimum politikën, shkatruan një vend, një histori. Se ky vend nuk na përket vetëm ne. Ky vend i përket dhe atyre që na e dhanë ne. Dhe ta marrësh ta bësh vendi si duash ti, një vend heronjsh, një vend legjendash, ta katandisësh paçavure, ku s'ka më as ku vend burrash, edhe as gallat grash. Ku ka vetëm tallje të institucionalizuar me regji. Ta marrësh një vend ku populli e sheh të drejtën e tij si bamirësi, se ne nuk e kemi edukuar të popull. E që edukuam. Jam unë edhe Rama. Vjen nga unë e mira. Se kështu vjen e mira. Të bën ministër ai, të bën drejtor ai, të bën gjithçka ai. Ku do shkoj? Po tani? Kanë propozuar ndonjëherë në qeveri Rama? Kur? Asnjëherë. Kur? Më thonë në këto se ka sa duash vende ku mund bësh. Ja, nuk jam unë i di. Të ndryshosh jetën. Po, s'kam dërmend të filloj atë akademinë verore mbasi bëhem deputet për shembull. Të barinjve. Më fal, se barinjve ishte. Po, bari, po janë as çobense ata në formë tjetër. Ishte e Fridës e barinjve, kjo është akademia e partisë, më thënë e qeverisjes. Po unë i kam propozuar publikisht me 10 herë. Shtria e qeverisë me menaxhim, se është vendi im. Jo se, thot ai shëndorin, jo më është qeverisja puna jote. Se ne kemi edukuar, ta shohim qeverisin punën e tyre. Po më qeveris mua, mëre. Po mund të ketë këtë gjë. Okej, ti je një qartur, ti je një njeri që guxon, jo, por unë po drejtoj, thot ai ministri. Unë e di si drejtohet. Ti o merr përgjegjësi, o mos më ri nga mbas. Din atë që të hanë. Për ta kem shqip nga shpirti. Asgjë s'din. Din çfarë i thon. Në këtë vend, dhe kur zgjidh një punë, duhet t'i thuash Ramës. Se këta nuk marrin për sipër, ta kanë shkuar atje, të jenë si përcjellëse. Do merremi dhe me ministrat, i audit dhe ministrave, kë kanë zara poshtë dhe si marrin paratë e gjithë të tjerë. Ore, nuk ka vajtur njeri këtu për të bërë Shqipërinë. Që nga i pari ke i fundit. Vidh. Atere, në këto 30 ne kam plas tëmthin, themi ne, edhe po ka kohë që na del kjo e vërteta, por ata që kanë vesh, ka vlerë. Këta, bëj menaxhimi, kemi thënë, bëj risk analysis, se i dim to gjëra se si bëhen, bëj edhe compliance. Ku ke, në çfarë vendi, po vajtet ju çojmë tani sot në ministre. Me këta njerëz se merr guximin se jo, nuk shkoj dot, s'ka thënë. Atëherë po nuk bure auditin, e ti thuash, çdo financim do kaloj të shifet nga compliance, nga risk analysis dhe nga auditi, dhe kur të bëhet kjo punë, ne shkojmë në vendet ku vidhet
shkohet në mënyrë procedurale, mbasi është bërë fakti vjedhjes dhe ne kemi vënë ligjet pa ligjshme. Po mirë, Romeo, ka dhe një gjë tani, se ne flasim kaq shumë për vjedhje, po a ka ndryshuar ky vend? A është zhvilluar? A është një vend tjetër? Na sollën nga paratë e tyre, nga xhepi i tyre. E dyta, këto prona kujt janë, se unë s'kam ne pronë. Ky imazh i pasqyrë e bukur, po kujt i shitet ky? Shitet njerëzve që janë perceptim parë, nuk arrin të shohin në thellësi. Ne po jetojmë më mirë se ç'kemi jetuar? Jo, unë po plas për ti. Jo. Pse po ma kanë bler këto xhaketën. A është bërë, kujt janë to? Pronat e kujt janë? E kujtove 97-ën. E ke haruar? Të vish të vjedhësh ti komplet sektorin e energjisë e të financosh Afrikën, kujt ja bëjnë tot? Të vjedhësh për te imagjinatës. E 97-ën, që do më thënë? Kush në shpëtoj nga 97-a? Këto në shpëtu nga 97-a? Jo, kush e bëri është e para njerë, pastaj kush në shpëtoj? Kush e bëri? Berisha i pari... Si ishte jeta jonë? Se ne jetojmë praktikisht këtu afër, të dy. Unë jetën time në 97-ën, e mbaj më në çdo detaj kur eci në këto rrugë. Dhe kujtohem se si ecja kështu, barkas. Jo, mos kam ecë barkas. Se sfutesh ato. E mirë, unë çfarë? Problemi është Përpos punëve që kam bërë në gazet, në jetën e përditshme kisha frikë. Dhe dua të them, ti ke një ndryshim shumë të madh që nga ato kohra. Do të thonë diçka ka ndodhur në këtë vend. Apo jo? Shiko, nëse flet, po normal ka ndodhur, ja do shkojmë për këtë, dhe i ke apartamente pa fund, që nuk shiten, se janë ngurësuar parat që na janë marrë ne, trafikut, po normal. Në ato apartamente. Si ka mundësi, mos shiten edhe çmimi nuk i bie. Edhe fshatra turistik pa fund. Po gjithçka është pare, pistë, korrupsion, drogë, gjithçka, kaq zi është Shqipëria? Më dhumë për mua është. Me që dashke, pa tjetër të nxjerrë shumë. Unë që mendoj që punoj me jetën ndershme, nuk ja dal dot. Dhe me që s'po ja dal dot. Dhe me që këto thonë, rria të mbaj frymën gjallë, unë frymën gjallë do të mbaj sikur të jem në skëtera, domethënë. Nuk kam ndërmend që fëmijët e mi t'ju ta shikoj të paktën edukatën e nështrimit, prandaj bëj të punë. A ka mundësi të flasim për te fasadës? Po. Për të parë se si në këtë zonë që jemi ne këtu, janë dy fishuar, ose janë bërë minimumi 250% qirat. Në drejt. Po, jemi të dy bashkë jetojmë. Ju keni studion këtu, unë jetoj, bile dhe ju jetoni të afër nduhet. Këtu jetoj, po. Këtu kam dhe studion, qira paguaj në studio, shtëpinë e kam time. Po. Çmimi i shtëpiave ka vajtur 200%. Ka kohë nga para 4 vitesh. 200%. Ja rritur gjerogët me të... Dhe u rritën këto çmime, sidomos ushqimeve, edhe që nga 2016-17. Pra, këtu dikur një rrogë, para 15 vitesh një rrogë 800.000, milion, 1 milion e pak, quhet ke rrogë mesme. Tani është 5 me hiç. Këta zotërit që jetojnë me kartat... Me kartat? Po, të atyre offshore-eve, një për tyre ka dalë metës. Një nga të shumë të besoj, pare sa karta kanë. Po, a i thote ka Monika? Po, normal. Tani ka dalë tepër dhe karta dhe Monika, edhe partia. I doli dhe avokati. Ta zotërit që jetojnë me kartat, ta nuk e din realiteti, dhe s'duhet e din ta.